shprehardhja dhe lashtësia e njerëzimit, e njeriut vetë, e jona vetë si krijesa ne. Prejardhjen e kemi nga Zoti. Krijoi gjithçka, e krijoi nga hiçi. Nuk kishte lënd materiale aty që të fillonte dhe të ndërtonte siç marrim ne llaçe tulla. E tha dhe u bë, le të bëhet. U bënte në sekond. Plot fuqia, vetëm me një fjalë që thoshte. Mbasi krijoi të gjitha, që dritën e quajti ditë dhe errësirën e quajti natë, krijoi pastaj këto që ne kemi si planete. Yjet, oqeanet, pastaj më mbrapa, bimësin, kafshën krijon ditën e 6. Në fund fare ditën e 5, në ditën e 6 krijon njeriu. Në fund fare. Njeriu ishte ajo. Krijuan gjitha këto si ça ne na shërbejnë ose na duhen ne, pastaj u kriju njeriu, ëh. Po në fund fare njeriu është ai që Për 6 ditë është krijuar bota? Për 6 ditë. Është ai. E para çfarë është krijuar? E para? U nda drita nga errësira që quhet ditë dhe natë. Duke ndërtuar pastaj ato yjet e vërteta, jo peskënçat, që janë djejt. Ai është yll, dielli quhet yll, që shkëlqen. Në fund fare masi krijoi të gjitha, në fund krijoi njeriu si qershian mbi tort që themi neve. Do të thënë krijesa më e dashur dhe më e bekuar më të gjitha. Njeriu është i papar, por nuk ja dim ne vlerën vetes tonë. Se kemi një shpirt aty brenda që vlen shumë vlen. Për atë luftë, për atë bëhet gjithë lufta. Gjithë lufta për atë bëhet. Se ai briri djalli ka të gjitha. Vetëm shpirtin ton do, asgjë tjetër. Edhe do ta kemi thënë. Do ta fitoj me anë të këtyre gjëra që përdor sistemi, mashtrimet, devijimet, deluzionet. Krijoi njeriu. E krijoi nga dheu. Kur themi krijoi nga dheu, do të thënë krijoi trupin nga dheu. Jo shpirtin. Shpirtin e dha vet. Mbasi krijoi njeriu, i fryu frymëjetë, thotë Zanafilla. Te libri Zanafillës e thotë këtë, se si u krijoi njeriu. I fryu frymëjetë që neve sot e quajmë shpirt. Ai nuk vdes kurrë. Tani sa kohë kemi që jemi është nga Adami deri sot jemi 7500 vjet, 7525 vjet. Më preciz. Kaq ka njeriu. Më para s'ka pas. Jo, më para s'ka pas. Nuk ka pas. Kështu që pasi u krijua Adami dhe Eva, pas sa kohësh u krijua pastaj pjesa tjetër e njerëzimit. Pra sa ka qëndruar Adami dhe Eva ose kush u krijua para? Adami apo Eva? Burri gjithmonë e pari. Burri i pari. Pas sa kohësh u krijua Eva? Kohën se mas sa kohë nuk e dim këtë, po e dim që po njerëzit e tjerë pas sa kohësh? Shiko, se si ndodhi kur Zoti i çoi të gjithë kafshët, i nxori para këmbëve të Adamit, që ai ti vendoste emër, se kishte edhe urtësinë, ishte njeriu perfekt. Pastaj kur ndodhen ndryshimet. Ishte njeriu perfekt dhe sipas natyrës së çdo kafshë do i vendosë edhe një emër të përshtatshëm. Ti do quhesh kështu, ti do quhesh lop, ti do quhesh dele, ti do quhesh mace, ti do quhesh kangur, e gjitha këto me radhë. Kur mbaron gjithë emërtimet, nuk pa asnjë që t'i ngjante atit. Edhe u mërzit. Nuk pa Adami. Po, edhe u mërzit, pse s'ka një si puna ime, tha. E donte. Edhe Zoti tha, nuk është mirë ta lëm njeriu vetëm, po diskutonte trinia brenda vetes vet. Nuk është mirë ta lëm njeriu vetëm. E vorën në gjumë edhe tha le të bëjmë një njeri tjetër. Edhe e vuri në gjumë, i mori nga brinja edhe krijoi Evën. Si është kjo se këto njerëzit e mori nga mesi. Nuk e vendosi por nuk e mori as nga këmbët, nuk e mori as nga pjesa kokës. E mori nga mesi. Do të thënë që burri dhe gruaja janë të barabartë. Dalim nga jo, pse që kena thënë që këto po e luftojnë te gjithmonë me këto lëvizjet, barazia, femrat. Po këto e keq kupton atë barazin, pastaj kalojnë në tëra gjëra, ngatarojnë rolet aty pastaj. Edhe u krijoi. Mori nga brinja dhe krijoi femrën pastaj. Po, krijoi femrën. Aty pastaj kur u zgjua, sa interesante. Është njeriu i parë është krijuar burr, mashkull. Nga mashkulli është krijuar, nga briri i mashkullit është krijuar femra. Po. Pastaj femra është ajo, më thonjza, si mos ma keq kuptoni, e fabrika e madhe pra që ka krijuar botën. Ajo është. Apo jo. Të dy në bashkëpunim se njëri pa tjetrin nuk bëjnë. Patjetër. Por ne them gjeta brinjën time, thot ai, dali dhe si shpreh ajo, ku ka gjenat e dashurin e vet. Edhe kur u zgjua, pastaj thonë do të thip brinjët po. Ato janë ajo ana kundët pastaj që nuk duan t'i shtremojnë do gjërat, ti prishin.
Edhe kur u zgjua dhe pa gruan, tha, ti do quhesh Eva. Ja tha Adami vet. Po, ti do quhesh Eva, që për këtyre do thot jetë. Jetë. Për atë që sapo the tani. Prodhim që do prodhoj shumë fëmijë. Kështu njerëzimi do jetë vazhdimi. Po. Ti do quhesh jeta, që quhet Eva. Adami jetoi 930 vjet. 930. Po, jetoshin shumë atëre. Sa vjente sot që i thon UFO normalisht, ndonjë këto të tjera. Pastaj fusin këto i ngatarojnë aty, fillon lëmshin i bën ai tjetri pastaj. I futën takulla gjithë Pra ka pas edhe njerëz që kanë jetuar, ka qenë njeriu që ka jetuar më shumë ndoshta, apo ka qenë diku. Jo, ishte një tjetër, një pasardh si ti. Ai jetoi 960. 960. Po pastaj si vazhdon historia me edhe pastaj u shtuan këta, bën shumë fëmijë, djem, vajza bën shumë fëmijë. Tani 930 vjet nuk ta thot numrin se sa fëmijë u bën atje, po tani imagjino ti 9 shekullit. Po si është ajo pse urësia që ka ardhur për mollën, për jo molla nuk është mollë para punës. Jo, okay, atë e kemi thënë që patjetër se ka njerëzit, okay. E bëri ana perëndimore këtë që filloi të fut tek gjona që e bërë edhe te Apple-i pastaj me mollën e kafshuar, e lidhin me kështu gjonash, rebelimit, shenja rebelimit. Po si është, pra kishte ardhur një urësi që nuk do ta prekte Adami Evën? Kishte diçka të tillë? Pra që sot në përcjellën me mesazhe të tjera që me immoralitetin, me kur ishin në kopshtin e Edemit këto nuk kryen marrëdhënie seksuale që quajmë ne sot. E shikosh, edhe ishin të zhveshur, sepse nuk ishte ajo dinakëria, ajo devijimi që ka ndodhur sot. Që neve tani sapo ashtu direkt na aktivizojnë hormonet. Aty ishin të pafajshëm fare ata. Ishin si fëmijë, si foshnjë. Nuk i preknin këto gjëra që ajo erdhi më mbrapa pastaj. Ajo. Pra si erdhi kjo? Si është ajo mesazhi? Mbas rënies, mbasi ndodhi kjo shkelja që shkoi dhe shijoi nga fruti i ndaluar. Mbasi u prodhu nga kopshti i Edemit, aty pastaj fillai i tha Zoti, tha shtoni dhe shumoni, pushtoni gjithë dheun. Aty filluan duke kryer madhënie pastaj këta që të shtoheshin fëmijët, njerëzit, njerëzimi. Mbas daljes nga kopshti. Po pse doli nga kopshti? Po sepse bëri shkelje. Ç'është shkelje bëri? Që shkoi pikërisht aty ku Zoti i tha që mos shko. Jo, ta them me fjalë tjera, me fjalë që ne ta kuptojmë. Çfarë shkelje, çfarë ndodhi aty që doli jashtë kopshtit? Kishte ndërtuar një pafundësi bukurie aty brenda në kopshtin e Edemit. Kush e kishte ndërtuar? E kishte ndërtuar vetë Zoti. Po. Edhe i tha, nga të gjitha këto frutet mund të shijosh, përveç frutit të asaj peme atje. Ajo pema nuk ishte diçka e veçantë, si pemet e tjera ishte edhe ajo. Po ideja ishte domethënë që njeriu mos të krenohej. Duhet të dinte që kishte dikë mbi veten. Mbi veten. Gjithmonë Zoti na ruan vazhdimisht nga kjo pjesa që mos të krenohemi. Krenarinë e ka qef ai tjetri. Aty na fut ai neve. Pra ne ke njerëzit sot krenarinë e ke kështu full fare, sepse janë ato pashpëritet e atij tjetrit. Ti je kështu, je ashtu, po jam. Kupton? I fryet menja. Kurse Zoti është i përulur. Edhe Eva shkoi. Sigur i tha, shko. Kupton, ajo që i thuj fermës Zoti, mos e bë atë pikërisht atë shko të bëj. Që atëherë ka qenë mohabet. Shkoi atje, djalli e pa. Edhe doli në formë gjarpri, se gjarpi atëherë nuk ishte atë ide që ka sot. Mbas ndodhi kjo shkelje, atëherë u paralizohet djalli me gjarprin. Që është diçka e keqe. Edhe i tha, sepse s'ka asnjë gjë të keqe, tha. Zoti kot e tha atë fjalë ashtu. Sepse nuk doni që të hapen syt juaj dhe mos të ndriçoheni. Kupton? Erdhi djalli për t'i qajt hallin kësajt tani, Evës, që është e gabuar që tha Zoti. Ti se do bësh si ai pastaj. Të njëjti kurth ku ai ra vet, të njëjti kurth do të shtinte edhe njerëzit, dy njerëz të parë. Se ai prandaj ra se dëshë të bësh e barabartë me Zotin, prandaj ra. Edhe kështu i tha dhe të para krijuarve që ja u vendosi këtë ndalesë që mos bëni si ai, se ka zili Zoti për ju. Ajo e besoi, u josh, për të fusi çap tha, por nuk shkoi tek burri, shkoi tek gruaja, sepse ajo ishte kurioze. Që po i shkonte asaj pemës vërdall, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, e pa i ligu këtë dhe e shfrytëzoi tek kurreshtin e saj. Se fermat çu janë si ato macet kurreshtare, ajo kurreshtja që të bën të biesh në kurrë. Pra më dobët është femra me këtë që po thua? Po se emocionohet më kollaj, domethënë, e preki tek ajo.
edhe nuk shkoi direkt te burri, përdori gruan për të goditur burrin. Të njëjtën gjë që bën dhe sot. Përdor Evat e sotme për të goditur Adamat e sotëm. Brenda asaj është kjo puna e barazis. I fryn mendjen për gjëra të ndryshme, asaj të hyjë vetë janë qef, edhe fillon a del atje jashtë, pastaj konkuron dhe bën rolin e burrave. Bëhet police, bëhet parlamentare, bëhet deputete.